السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Allah të nderuar, ne do të vazhdojmë me ciklin e ligjëratave që kemi filluar. Historia përsëritet, do thotë ndoshta figurat ndrojnë, pozitat ndrojnë, por njënta është që përsëritet. Ne ju kujtohet ndoshta ligjëratën para fundit të tatarëve që patra Halepi, Humsi, Hama, Dimeshki, Shami, do thotë edhe Gazja, Palestina. Dhe vetëm se tatarët kanë mbrinë në kufinin e Egjiptit. Dhe cekëm se a thu tatarët do të ndalën këtu, apo ne thamë që ata nuk ndalën. Pse? Se strategjia dhe besimi tatarëve është që territorin me xhanun, ja? E dyta, nuk ka mbet kush që mund t'ju rije ballë përveç Egjiptit, dy, do thotë sa më shpejt ta pastrojnë atë. E treta, Egjipti është dhënë strategjik. E katërta, e kanë pasë se porta e Afrikës është Egjipti dhe janë friksuar se numri i njerëzive popullatës është e madhe e Egjiptit. Do thotë kur të numri i madh, është pak të lashëm i mbela me to. Edhe e fundta janë friksuar tatarët prej Egjiptit për shkak se Egjipti është konë rizgjim fetar ka pas Egjipti në atë periudhë. Edhe vullneti i egjiptazëve, muslimanëve në atë zaman, është konë në kulm dhe janë tut tatarët që mos pe merë pushtetin dikush prej udhëhecave të mirë që ka frikë Allahut, e tona do që bërë rezistencë tatarëve. Edhe për këtë arsye ato kanë menduar si që të marrën, të xhanohen. Por gjatë kësaj periudhe Egjipti ka pas turbulenca. Në këtë periudhë, tatarët kanë mbrinë në Sham, qatë periudhë ka konë para kësaj, do thotë, a konë pas vrasjes të vdekjes të mbretit e Egjiptit që konë në Xhmedin Ejubi, në vitin 647, kur ka vdek kjo konë njëri devotshëm, njëri mirë, udhëhec i mirë. Pastaj e ka marrë djali vet Turani pushtetin. Kur e ka marrë Turani pushtetin, vritet prej gruas Shexherët e Durra i thënë. E vret djalin e mbretit. Pasi që e vret djalin e mbretit, kjo hipën pushtet. Kjo gruaja, kur hip pushtet, këtë hoxhallar që në kam, zguxon gruaja me udhëhec shtet. Edhe detyrohet të lështon pushtetin. Edhe kjo çka ban, martohet me El Muiz Ezzedin, Aibek, edhe bëhet gruaja e mbretit. Do thot, njëntën ko, pas kësaj periudhe, e vret kjo burin e vet. Kur ka dosht martohet, me një gruaj qete që të lidhje raportet, kjo ja bon kurthën, e vret burin e vet. Edhe smiret vesh karapi, kali, aton, keton, vdit shkoj, por kryesorja e zbulojnë hetimet që kjo ka bo kurth. Në realitet kjo i vret dy komandanta, dy udhëheca shtetit. Turan Shahin, djalin e Xhmedinit, edhe burrin e vet, El Muizin. Dhe pas vrasjes së burrit të vet, atër detyron që ta vjen në pushtet djalin e El Muizit që e vret kjo, do thot burrit 15 vjeçar. Do thot bëhet mbret kush? Djali 15 vjeçar. A ka mundësi ta udhëhecë gjithë një shtet një 15 vjeçar? Pa ko të lashe. Në këtë periudhë, do thotë vetëm do thotë në 648, tatarët kanë konë në Buzë, kur kanë ndodhur këto dodhinat në Egjipt, tatarët kanë konë në derë të Bagdadit. Do thotë shumë shpejt. Të na e pom që shra Bagdadi, që shra në qytet e tjera, këtë ka një. Në këtë periudhë, në 655, zgjidhet komandant kryesor Sejfuddin Kutuzi ushtrisë.
të Egjiptit. Pasi që vritet, do thotë, El Muizzi, e vret kjo gruaja burrin e vet, pastaj detyron që të vjet djali i tij në pushtet, por ai që e hedh hecke këtë shtetin mbas perdeve, kush ishte? Sejfuddin Kutuzi, jo ai 15 vjeçari. Se i ri ai. S'mundot ai me udhëhec një shtet, më ballafaqu me shumë sene. E mirë, kush ishte Sejfuddin Kutuzi? Kush e di emrin e Sejfuddin Kutuzit? Emrin e vet tamam që ka. Kutuz, tatarët e kanë emëruar këtë djalin. Qen Jeger i vjen, Kutuz. Në gjuhën e mongolëve tatarëve. Qen Jeger. E ki e ka emrin Mahmud ibn Memdud. Ki është djali i motrës Xhelaluddinit. A ju kujtohet Xhelaluddinin kur e cekëm dy herë që ka bërë luftë me tatarët edhe që i ka fitu? Pastaj kush e vret Xhelaluddinin? Një katunar, një qurë që ja pret kryen me supat. Prej fëmijëve që i kanë vetë gjallë, që e kanë marrë tatarët të kon kush? Sejfuddin Kutuzi, Mahmudi. Por atë Jeger që jo konë edhe fëmijë, kryeforë, si thëmë të ne, inatëshor, edhe tatarët e kanë nëmërtu Qen Jeger. Si kanë ngu kurqish. S'pi fëmijë, ne ka pas kryen tamam qish duhet. Të ne thonë kryeforë, tamam qish duhet. Edhe gjatë kësaj periudhës, si fëmijë ka tregu një trimni, një aftësi, një zgjuartësi, një qëndrueshmëri, si fëmijë o konë ki, qështu. Edhe këtë kanë marrë tatarët e kanë shit qytet. Derisa kur kam rinë Damask e ka blet dikush prej Ejubijinve, nipave të Salahuddin Ejubit. Edhe prej ati e marrën dhe e çojnë në Egjipt. Në Egjipt e rritet në pallatin e mbretit. Shërbetor. Rrop, memluk. As tatarëve s'ju ka shkumendja se ki djalë dërritet Allah e pregadit për diçka. E përket Allah subhanahu wa ta'ala thot: "Wa makaru makran wa makarna makran wa hum la yash'urun." Thot ata kanë bo kurtha, kanë pregadit kurtha për Salihun dhe besimtar që kanë konë me Salihun alayhi salatu wassalam, që të qesën prit, të qesën kurth, por Allah subhanahu wa ta'ala thot ne kina bo plonin tonë dhe ato se kanë vërrejt as pak. Mrihet do thot Sejfuddin Kutuzi rritet do thot në pallatët e Ejubinve në Egjipt, por njëtën ka rranj të mbretërisë. Mroj të mbretërive, a thamë në Khawarzimit, ka Uzbekistani, Kërgëzistani, ju kujtohet s'fillim, gjyshi ti ku ka hike, pastaj që ka lënë, do thot Tola Xhelaluddini që ka dalë, do thot ka dalë për një familjes që kanë ditë me mbajt pushtet. Një, prej fëmiri janë konë kalors, i kanë trajnu në ushtrime. Tjetër janë rritë në frimën islame, edukim fetar. Fetar, ushtarak, do thot sport, edhe trimni. Do thot vetëm se ki është kon i gatum për me kon një udhëhes, një komandant. Edhe pse, është shit në pazare, ka mora i tjetëri, teri se ka mbri është bo, do thot komandant kryesor të ushtrisë, do thot të Egjiptit, që u ka dhec mbas perdeve ushtrin mbas të djalit 15 veçarit. Kjo është, do thot, këto i ka ato faktorët e Sejfuddin Kutuzit që ka arrit të bëhet një njeri i, do thot, i kësaj kategorie të lartë që i te kalon gjithë vështërsit. Në Egjipti, normal, pasi që e zbulon Sejfuddin Kutuzi e zbulon për vrasjen e burit vetë, kjo shëqërë durra, se ki ka pas gjelozia pse po marton burri gruan tjetër e ka mit. Kjo e ka po kurthën me robreshat, e ka mit burrin, subhanallah. Allah i na rujt, sheri keq. Dhe pastaj ka thot, qish kina me ja bo kësaj punës? Gruaja e parë, do thot, me djalin që është mbret, e ne kanë thë që jam ka thot, duhet me bo kisas kësaj. Qërë kisasi? A e dini si e kanë vra këtë që gjërë durra? Me nalle e kanë mit. Me nalle. I e kanë dhonë qikave të vogla, robreshave, mirë një nallët e në msheni me nalle, kapo, me nalle e kanë mit, tëri se e kanë mit në vend. Edhe pse në aspekt shëretik nuk kubot kisasi kështu, por mënyra ekzekutohet, se ka vra njeri, por në këtë mënyrë, jo nuk është dosh në këtë mënyrë, gabim më konë, por i natë grash. Kër tipi i natë i grash, Allah i të dhe shka i rina, koptar. Do të të vrasja e kësa, ekzekutimi i kësa o konë mënyra stili i natit grave. Do të me nalle, me nënshmue, qyshti ke marrë këtë guxim me vra burrin, Allah i na rujt.
Pastaj ka pas vrasjes së ka fillu minjëherë destabilizim shtet. Dhe këto janë ndajt Egjipti ju kanë thonë Memalik el-Bahrije. Memalik Bahrije në këto që kanë pas pushtetin ma heret. Edhe ju kanë thonë tona Memalik el-Ma'zije. Memalik Ma'zije në konë që këtë mbretin që i ka vrojt shëgjërët të durra, burin e vetë, komandontit të na njësijeve që janë konë, janë dajt. Pas të këto Bahrije kanë hikë. Se këto kanë dështë të mori shtetin, pas vrasjes. Do të çrregullime, fitnet mloja. Pastaj, gradualisht, tenton Sejfuddin Kutuzi i arreston do, disa hikin prej Egjiptit, shkojnë në Sham, largohen, por Sejfuddin Kutuzi e ka pas se Memalik el-Bahrije kanë pas aftësi ushtarake. E kanë pas këtë shtetin dorë. Edhe ka dit ato që i kanë hikin në për Sham, ato që janë fqehet mbrenda në teren, ato kurdo kanë me bo lëvizje, ose kanë me bo atentate, ose kanë me tentu me marë prapë pushtetin. Dhonë çrregullimet mloja. Në vitin 657 vendos Sejfuddin Kutuzi ta shkarkon prej postit mbretin 15 vjeçar. Pa tjetër, se për me bon ndryshime, për me hecë për para duhet bësh disa ndryshime. E shkarkon prej pozitës për shkak se është e shet që jo problem. Nuk janë mbush synin as armiqve, as kërkuj, as miqve. Si i ri. Luftat krizatat rregullisht kanë konë me Egjiptin. Rregullisht ka pas sulme. Dhe e merr vendimin, e shkarkon dhe ki hipën në pozit. Hipën pozit dhe e merr bëhet përgjithësi këtë Egjiptit dhe prej këtu fillon dron strategjia dhe harta e shteteve islame. Njëri, menqët, që ka mëndu gjatë. A në sens, Holaku vetës është në prak, ka mbrije në prak të Egjiptit. Ofër, shumë ofër, se ka marrë Shamin, e ka marrë Gazën, e ka marrë Kretë. Dhe pasi që e merë, do të thotë, fillon të mbonë ndryshimet e para. Se Egjipti në atë periudhë ka konë politika, çështja politike se konë shumë e keqe, se përçarje, atentate mbrenda, sfida të rënda, mbrenda në politikën e Egjiptit vetë, si pushtet, si shtet. Raportet me shtetet jashtë si ka pas mirë, se këto kanë hikë prej Egjiptit, apo thamë që kanë hikë Bahrin, kanë shku atje, i kanë motivu ato me luftu Egjiptin. Ato që janë konë Sham, në Haleb, do kanë punu me krishterët, do me tatartë. Dhe shumë herë ka dosh për kërkit e Erdonit ta sulmojnë Egjiptin, kanë dështu se ju ka donë balë Sejfuddin Kutuzi. Do të që ju konë punë edhe puna jashtë më konë shumë e rrezikshme. Edhe çështja ekonomike, edhe ekonomia u konë tokë, do të thotë paramendo. Çështja politike e keqe. Çështja raportet me kujshit e keqe. Çështja politike e keqe, çka dopi ati popullit, si mund të fitojë ai popull. Se çështja politike, pse ekonomike u konë e keqe, për shkak se rregullisht luftat me krizatat kanë konë. Kur ka luftë njerën, ekonomia bje. 2. Me kujshit, blokada. Të dhe pse janë konë musliman, në ato janë konë e jubijin. Edhe e treta që janë konë fitnet e mbrendshme. E Sejfuddin Kutuzi, me njerë hapin e pare mërë, thot për me ndru këtë umet, për me ngrit këtë umet, vetëm se ne duhet të bëjmë një strategji. Cila është strategji e parë? Thot me siguru e vendin. Do stabilitet me pas brenda në qeveri, brenda shtet. Kjo është e para. Si me dhunë, me kërcnim, me vrasje, me likvidim jo. Se thot njeri i cili ka si të karika, ai dëbojët shmos për me mbrit karike. Ti qka do shboni, ai nëse është etë për karike, pa mrinja të s'ka me lanë. 100.000 dredhina kam i bo vetën ta mare për shtetin. Por kjo është të koni menqët, Allah e më shiroft, hapin e parë, pasi i hipën dhe vendos që unë jam bret, i merë, i thirë krejt umarat. Umarat janë emirat, komandantat. 2. I thirë krejt kryesor të ushtrisë, manalë se to qka janë. I të banë. 2. I mledh hoxalar të mdoj, që janë konë koka. 3. Dhe i mledh njerëzit e menqët. 4. Ju qonë mesazh, thot krejt këto të më vinë. Emirat, generalat,
thot hoxhallar të mëdhoj, edhe njerëzit që janë të mençat, ju çon këtëve. I mbledh krejt, thot, o burra, a dini pse kam shkarkuar prej postit atë? Ai është fëmijë. Tatarët i kina në prak. Krishterët më aton sulmet nga bëjnë pandal. Si a rok mendja një shtet, a mund të atu që një udhes ta kete 15 veçar? Thot, a e dini çka është qëllimi jam i kësaj? Ato ndolën këtë ngojshtë, se i kam letë këtë njërës dhe menqet. Qëllimi jam, o thot, ne si të përgatitnet për tatarët, se në prak i kina. A i një të pa marrë që kanë bojë, kanë marrë gjysën e dunjojës, shtetëve të muslimane. Ne kina mbet vetëm. Kam betën e gjysën e shkoj. Dy thot, si ta shpallna vullnetin e shahidllëkit në popull. Kush e bon këtë? Bojnë në gjallartë. Ulemat, njës dhe menqet. Thot, pastaj e treta, nëse nuk ke post të fuqishëm, njerit fuqishëm në pushtet, thot, ty s'mush mes për para. Ndalën këtë këshirin. Thot, pasi ta fitojmë luftën me tatarët, thot, ka donja ju zgjedh një komandant. E mirë, pushtet mbret i shtetit. A kepi kabiles të mbretërore, a kepi një kabile tjetër, a kepi bahrejinve, apo me azijinve, do thot, a e krina luftën me tatarët, rrezikin e madh e largojmë, atër ju zgjedh një kush do të në të vinë pozit. Dhe këto e shonë realitetin e Sejfuddin Kutuzi, që nuk o qëllimi karikës, nuk o qëllimi pozitës dhe postit, por qëllimi si ta arrije që t'imposhtje tatarët. Dhe krejt i bashkon Sejfuddin Kutuzi me një flamur. Do thot, i arrit njerëzit që t'i bojnë krejt kundër tatarve, që të marrën një vendim krejt. Normal, sekularistat, orientalistat, flasin, thot, jo, këtë ka pas forë Sejfuddin Kutuzi, emnin e shahidllëkit, emnin e gjihadit, që t'i shtje këtë ndërsetla, pastaj t'i pastroje. Kjo nuk është e vërtet. Kështu e flasin. Po plusë në kanë prej muslimanëve që kanë këtë mendim, Allah na rujt. Paramda ai ka dashur t'i afrojë qysh rrezikun me largue, këtë bota islame ka shku gjysa e saj, a kupton? Këto hala, a kupton akuza. Do thot, e para, e dyta Sejfuddin Kutuzi minjëherë verë dhe ndryshon në pozit, në administrat. Njerin ma të afër Shexherët Durrës, ai që i ka vrarë 2 mbreta, ja largon pi pozitës, që janë kanë të afër me ta. Dhe e vjen një njeri besnik në pozit në administrat. E venjo Zejnuddinin, edhe 2 në aspektin ushtarak e vendos Farisuddin. Do thot ministrin e mbrojtjes, thuaj se në ketë, edhe çështjen administrative. Edhe pse çështjen ministrin këtë udhëhecin ushtarak, o koni bahrijinve që jo konë ndesht me këto. Aman, pse? Se e ka di që ki ka aftësi, është i kualifikum, është trim, është amanetxhi, është besnikxhi dhe është i mençur dhe është dinak në luftë. Edhe ka thonë, ki e sos këtë punë, ndash sopi aty në veqerve. A kuptuan? Në herën e pinatit, klasmi. Ki e merë vendos këtë, edhe rahatot, pasta ju i thot të dyve. Këtit administratës, e në këtit ushtërisë thot, filloni me pregatit ushtrien, se tatarë nderi kemi. Do thot, to me njerë aktivizon qka me pregatit, se do të balafaqohen me tatarë. Hapi tjetër, me njëherë merë dhe ja u falë gjithve që kanë bërë krime. A bonat e datët, a e vrajtë mbretin, a e vrajtë natë, thot kejti kini të falë ta. Ju qonë mesazh, a mu një falë me trik, të shti mrejnë dhe të në të shti në apsone. Ose të vrasë, ja, falje për Allah. O dhe ju qonë mesazh, Ruknedin Bejbersit e tjerve, krejt që kanë hikë. Dhe ju thot kthehuni. A në qatë periudhë, para me ndo, Bejbersi e konë në Sham. Nasir Jusuf e kanë alat me tatarët. Edhe ka ndodhë një mos përqarje, një mos marveshje me tatarët, shtash Bejbersi se ka pa të arsyshme me bo alat me mushrikat, me qafirat. Ka thonë, shka mor puna? Ka thonë, të jakar të une, shtash ke hik pija ti Sejfuddin Kutuzit. Më shë legoje. Unë të bëj strejmë këtu, ti mos më përzim punë të mije shka vendosi. A mën s'ka pas? S'ka pas ka të banje, problem. O dhe, kur e shet që mo elshon, kur e shet që tatarët ja morën Damaskin, hikën. E la mbreti. Bejbersi që ditë, të qysh mora? Me lon shtetin, me lon ushtrin, me lon poplin, me ik. Kisu kam su kështu. A më ne kupton se me tatarët me ik shte Bejbersi problem. Se pak, ki ka shku musafirta, i është i hikët. Edhe pse ka pas aftësi ushtarake ki
Qa shkufinve. Dhe njën ko, ju qënë salam, thot, eja dhe kthejet dhe e ven njësoj Bajbersin, Rukneddin Bajbers, e ve komandant të ushtrisë. Sejfuddin Kutuzit. Para më do kundërshtarin e vetë. Që ai nesër kur të dale me tatarat, din qysh të lufton. Pse se ja ka ditë trimnin, ja ka ditë aftësin, ja ka ditë njerëzi si i ka, dhe pastaj e ka kuptu se nëse nuk bëhet kjo e falime, nëse nuk bëhet ki union, është problem me tatarve me junin ballë. Është problem se vetëm se ja kanë shti njerëzive frigën palc. Pastaj këto që kanë hik prej Egjiptit kanë pas familjen e Egjipt, kanë pas pasuri, kanë pas autoritet, kanë pas famë. Njeriu kur jeton i fqehet me një vend është problem të lëvizje. Problem të bëj biznis, problem të takot me familje, problem. Dhe do të rish këti izolum. E kur ja ka fal, në automatikisht të janë kthije me njëherë në Egjipt edhe kanë fillu projektin se si të ballafaqohen me tatartë. Hapin e tret e ka marrë që konë më i rrezikshëm ta bashkojë Egjiptin me Shamin. Shami me pjesët me Homs, me Haleb, me këto, këtë ka kundër Egjiptit me luftu. Stagfirullah. E ki çka ban? Ju shon mesazh të eja të bëfna një shtet. Egjipti me këtë Shamin. Çai ka. Kështu i ka thonë Sejfuddin Kutuzi. Por këto subhanallahu udhëhecat që kanë kon e jubijinve, Jusuf e Jubje, Nasir e kështu me radhë, kanë refuzu. S'kan dasht. Nuk kanë dasht. Dysa kanë nejtë me tatar, dysa kanë bo alat rujna zot me kryqzatat. Kundër Egjiptit, kundër Sejfuddin Kutuzit. Allah i na rujt. Ki thot ani atër, pasi nuk duni më bë bashk, ape e bëjmë një kontrat tjetër, Sejfuddin Kutuzi. Bre mas pakti luft më s'kena mes veti. A s'ket s'ngojnë. Thot e ti bre mas pakti, as që ngucmi, as mës në ngucni. E ti të hecmi të kalim këtë bela me tatartë. Do thot nuk kanë pranue. Nuk kanë pranue, subhanallah. Pse se Nasir, që konë Dimeshk, o dhe si Dimeshkit, syti ka pas të karikja, pushtetin. Kur gjonë që si ka interesu tjetër sen. Si ka interesu as një sën tjetër. A ki thot eja që bashkë t'i luftojmë tatarët, e pastaj kollajnë po mirën punët. Paramdoj, ja qënë Sejfuddin Kutuzin i letër, dhe i thot, paramdoj në qfar morali, i thot, më zgjedh nëse më zgjedh mu më dims, dhe t'jem shërbetori jëtë. Sejfuddin Kutuzi i thot, vetëm kundër tatarve, e të morë vesh. Thot, nëse më zgjedh mu, ndims dhe t'jem shërbetori jëtë. Nëse më zgjedh në aspektin ushtarak, dhe të jem ndima jote. Por, thot, nëse dyshon, diçka të unë e zgjedhe një komandant, cilin du është e mërtoj ti, unë e du filon, i zdu ti t'jesh i pari i ushtris. Edhe atë dhe ta baj, vetëm kundër tatarve, thot jo. Zdojnë më ras një? Pse se ka interesu ati aspak, i ka interesu karikja e vetë, pozita e vetë, posti e vetë, edhe qëllimet e ti që i ka pas të dunjojës. Kurse të Sejfuddin Kutuzi është konë qëllimi qartë, si me i luftu tatarët, dhe si me këthi autoritetin muslimanve, dhe si me i këthi tokat e muslimanve për sëri. Do thot, dhe këtë arritën, do thot, prej kejtve që pajtohët, është vetëm se emiri Hamës ka pranue që i me bashkangjit Sejfuddin Kutuzit. I Damaskit, i Jordanit, i Homsit, i tjerve, këj kanë refuzu. A i Homsit ka lujt në dy lojna. As me tatartë, as me muslimantë. Ka thonë, nëse fitojnë muslimantë, vallaj, gjegër, malim ka marrë me ti, po subhanallah, s'mugja kur qish. Nëse fitojnë tatartë, po unë e për qatë subona me ato të Egjiptit, për qatë nejnë të onash, që shtu i ka lujt ki Homsit. As tinve, as atine, ka thonë, kush dhe fitojnë, ka qaj danoj. Allah i na rujt. Edhe në këtë mënyrë do thotë arritën Sejfuddin Kutuzi që t'i bashkon të stabilizon vendit, të para e ka stabilizu Pimrena, falja, e dyta ushtarë të cilë kur kanë po që udhëheca që bo me kryqëzatat, me tatarët, shumica ushtrive kanë hik pi komandantave të tyre, ju kanë bashkagjit Sejfuddin Kutuzit, kanë shku në Egjipt, në radhat e muslimanve. E treta, falja që ja ka të botë përgjithme, dhe e katërta,
është kanë që ushtarë dhe muslimanët që janë kanë gjithë, kanë ardhur dhe kanë bën një ambient vëllazëror të ngrohtë tash për përgatitje me tatarët. Saifuddin Qutuzi është kanë në këtë periudhë shpirti apo vullnetit i popullit të konë i lodhët. A dini sa i lodhët të konë, si qerët janë tutë, tatarët u krije. Janë tutë shumë. E tash e ka pas Saifuddin Qutuzi se nëse populli nuk është me ti, zori kjetë luftojsh. Ndash se ki ushtri. Populli, gra, burra, fmi, duhet me konë me ti. Duhen vullnetit jetë në nivel për me marë. E që ka bo, i ka aktivizu hoxalartë krejt, ulemantë. Edhe populli që me angrit vullnetin se ne pa tjetër o vllav, do shkosh në xhenet. Ma mirë në xhenet sa i nënçmum dhe i pështërsum. Njerëzit e mençet kanë dhënë ideja si me fitue. Ushtarët vetëm se kanë fillue lëvizjet e tyre t'i bojnë. Të duke i bojnë lëvizjet vetëm se i vjen letra e Holakos, thot pritëm, postieri i Holakos thot pritëm, thot se dhe ta kesh luftën ma shpejt se sa ti mendon. I kërcnohet. E thot pritë se luftën ti nëse ke bopëllon për 5-6 muajnë do të vina para kësaj date. Dhe fillon do të minjerë Saifuddin Qutuzi që ta nxitje popullin, ta kthen popullin që heke frigën pi zemre popullit. Edhe më për një me realizon. Me çka realizon me 2 sene? E para populli i Egjiptit ka pas ilm sheriatik. Kanë prezantu na përdese, kanë pas dituri, kanë gu hoxhalart, edhe kanë që i kanë respektu hoxhalart ulemat. Pasi që e ka marrë Salahuddin Ejubi, Egjiptin, e ka rëzu pushtetin e Fatimijinve, shijave, edhe ju ka dhonë autoritet ulemanve, suni. Edhe ja u ka qelë derët e xhamive me bodavet. S'ka guxu kush me nënçmu hoq në atë periudhë. S'ka guxu kush me utall me një hoq. Do të ju ka dhon autoritet Salahuddin Ejubi ulemanve dhe s'ka guxu kush ta preke një hoq ta shtje në burg apo ta pengoje pi ligjëratave. Edhe populli u shkon i mbushur me dituri, populli u shkon i mbushur me dashurinë e hoxhallarëve, dhe ulemanve, edhe populli u kon i përgatitet. Dhe Is bin Abduselamin keni dy në gjupri o gjallarve. A e di se herë u kam shel në Sham. Pse ka urdhrun të mirë, ka ndalun të keqe, pse ka nxit populli me luftu kundër tatarve, kundër kryqëzatave, e kanë arrestue. Derisa në Xhmudin i thirr thotë, hajde vjen marrë këtë në Egjipt. Këto i kanë thosë sultani ulemave. Is bin Abduselamin dhe kanë marrë në Egjipt. Kur e kanë marrë në Egjipt kanë thënë fol çka duhesh se jo që është. A kupton? I ka përkrojnë do thotë ulemont, hoxhallart e dinit. Dhe në këtë mënyrë kanë fillu dhe jenë aktivizue mi njëherë ka zonë të nxallat vullneti të populli. Dhe e dyta o kanë sakrifica në Egjipt, elementi dytë, vullneti dytë, është kanë se është kanë prezencë në popullin e Egjiptit vullneti Shehid Llakut. Pse? Pse Egjiptit? Se Egjipti o vlezër çdo herë kanë pas kryqëzatat luftë me Egjiptin. Si janë dalë, njëna pas tjetër. E kjo i ka detyru që sa herë ti t'jesh shka, gjendje gatishmërie. Sigur njeri kur del në udhëtim e këshira, e ka dizalicën me veti, e ka që i fringuën, pse se Allah i shkon guma. Do thot, këto janë kon gjendje gatishmërie. E vullneti o kon, do thot edhe pse çështja ekonomisë ka kon për toke, po automatikisht njerit kur që atë shelish derë, edhe kur njerit ta motivojsh për xhennet, kur syrin e njerit xhennet jo më i shtrenjtë se dunjoja, këtë sendet kollaj janë. I kalon. Bukë krik mbaroj. Se syt tu janë për min xhennetin e Allahut subhanahu wa taala. A kryqëzatat rregullisht janë kanë në Egjipt edhe në Sham. Në Egjipt edhe në Sham, do thotë edhe kjo i ka mbajtur që të jesën gjendje gatishmërie. Pastaj Egjipti, çka ka pas një mirësi tjetër? E ka pas jo si ushtrit tjera. Ushtarët nuk i kanë aktivizu me grupu kanale, me shtru udh, me prej dru, ja. Ju kujtote ma herët e tatarët që ushtarët në Bagdad, i kanë ndreqë urët, i kanë do të kalipare, ushtria, komandantat, jo, Egjipti se ka pas këtë, e ju bijin.
Do thot oficirat tuaj apo generallat apo ushtarët, gjithë janë kanë do thot nuk i kanë aktivizuar për punë thjeshta, punë qytetare t'i krinë. Por jo, këto janë ankas të lirë për ushtri. Dhe e dyta, rregullisht kanë ushtruar. Nuk jo konë si të Bagdadit, do të thotë Khalifat të Abasinëve. Por këto rregullisht kanë bërë ushtrime fizike. E treta, çdo herë e kanë ripërtri armatimin. Do të thotë jubijint. Rregullisht e kanë po që ka dalë një armë re, kanë marrë, kanë punue, do të thotë kanë lëviz. E katërta, rregullisht kanë bërë plane. Do të thotë plane ushtarake. Strategji ushtarake. Dhe e katërta, çdo herë kanë nxjerrë gjenerata të reja, oficira, ushtar, do thotë kanë ushtru, rregullisht kanë prodhue. Për këtë arsye e ka pas Saifuddin Kutuzi ma lehtë, me ngjallket, me aktivizu, se vetëm se populli u shkon i përgatitet. Edhe me këto, do thotë, fillojnë, do thotë, minjëherë dhe përgatitet dhe fillon populli t'i kthehet vullneti. E ta Saifuddin Kutuzi si e bindi popullin, edhe ushtrinë, edhe ulemat, për një kohë të shkurt. Do thotë, ka as 10 veçare. Si pat mundësi. Do thotë, si u përgatit Saifuddin Kutuzi për ballafaqimin e të mërshëm me tatarët dhe ku delon e takimin. Këto dhe jesën inshallah më javën e ardhshme, inshallah së temi gjallë, dhe shohëm se çfarë lëvizje ka bërë Saifuddin Kutuzi. E po më vëllezër që pa i bashku safat, pa e fal njëri tjetrin, pa e rrit ekonomin, pa përgatit gjenerata kur gjosën bash. E për këtë arsye, mësojni, studiojni, se pa mësim sot ju duket pak ju duken parët, apo diplomat, apo. Veç dituria është dosant, dituria është ilaçi i ignorancës. Vjen momenti kur diturin tënde do ta përdorish. Mos u mbashtrovni me parët që i dalën kollajn. Se diturin ketë mund me t'i marë, ama diturin s'në ta merë askush. Diturin mund të ta marë kur ta merë kokën tënde, ta shkurton kokën. Ama në atë diturin që ka kje këtu s'në ta merë kërkush. Vetëm ti nëse do më ja dhon. A për ndryshe, lexojsha prom, javën e kaluar, kishishëm thëshëm, a e përshkruaj markisi me kohën edhe në këtë kohën tonë 2026 apo jo, e di, apo kjo ka ndodhur këto 657, 58, 55 në ato vende. Do thotë subhanallah, historia përsëritet. Për këtë Allah subhanahu wa taala thotë se tadhkuruna ma aqulu lakum, do t'ju bëren mend juve çka po ju tham. Por thotë çka? Thotë wa ufawwidu amri ila Allah, dhe çështjen time ja lën dorë Allahut subhanahu wa taala. Allahu ju nderoft, Allahu ju ruaj. Selam aleikum. Historia është por me i zgjuburat, jo me ishte në gjumë fëmijë, ta dini.